Këtu edhe pa rrugë ka pasur, sepse është një vend siç e shikoni këte me jod, plazhi Virgjër. Është akoma i panjohur, më pak fjalë tani me të rrugën, mendoj që e mirë të vënë ca tabela, se kështu që është mos ta inaugurojmë për keq, ta inaugurojmë për mirë. E qartë. Tani, si ishte gjendja e rrugës? Unë s'kam inxhinier rrugë, o motra tani shikoj se është bërë mirë me standarde, duket e mirë. Tani çfarë të them më shumë? Sa është kjo deri te plazhi? Sa kilometra? Se di, mund të jetë një gjys. Ishte një Mendoj duhet të shnuar aty, mendoj duhet të tabela. Dgjoj, ishte një segment i vogël, por që nga qendra e fshatit deri në plazh ishte torturë përkushuese. Ishte katastrofë. Por kemi pura se kemi vite jetojmë jashtë, edhe kemi pur familje gjermane që vinë, kanë ardhur deri këtu, ja deri këtu edhe nuk venin dot. S'kishte mundësi me makina elektrike e gjëra, ktheheshin shumë njerëz mbrapa. Tani shohim, ta pastrojmë, ta bëjmë, ta rregullojmë, ta kishim hapur se me këtë kohë të bukur. Të kishit të hapur sezonin thua? Për plazh jemi. Prisni sezon të mbar, domethënë? Po, pse jo? Pse jo? Çmimet janë të ashtueshme, ushqimi, gjërat, është i vendit, është plazhi, pylli. Mendoj që do kemi suksese këtë vit. Po, edhe ne ja urojmë suksese. Çfarë stacioni jemi?